2 javë pas zgjedhjeve të 11 majit, subjektet politike në Garë vijojnë të analizojnë historinë e procesit. Për Partinë Demokratike, partinë më të madhe opozitare në vend, kjo ishte një garë pa barabartë, duke sjellë një rezultat të deformuar. Deputeti Dursak Igli Cara e cilëson si problematik procesin duke listuar faktorët që ndikuan në humbjen e opozitës, nga administrata e fryrë deri te shitblerja e votave. Duke sjellë në vëmendje problematikën e krijuar nga kodi zgjedhor i miratuar edhe nga partia që ai përfaqëson, Cara e quan të papranueshëm faktin që numri i lartë i votave për partitë e reja nuk është përkthyer në mandate. Rama në vitin 2013 erdhi në pushtet pikërisht nga koalicionet dhe çuditërisht më vonë, po që pikërisht atë që bën të mundur dhe rotacionin, po që koalicionet. Por ne sot kemi rreth 170.000 vota të partive të vogla, të cilët janë përkthyer në mandate të pakta. Por kjo është papranueshme, pavarësisht se unë nuk jam pjesë e forcave politike të vogla ose rishtare, por është papranueshme që një forcë politike e cila ka mbi 50-60.000 vota të marrë vetëm një mandat. Sipas deputetit opozitar, këto zgjedhje folën qartë, duke bërë që të bëhen pjesë e kuvendit të ri emra, të cilët nuk e kanë merituar, jo vetëm për Durrësin. Ka pasur një bashkërendim të gjithë faktorëve në nënvizon Cara. Tani me këto zgjedhje folën qartë. Folën qartë jo vetëm për Durrësin, por të gjithë Shqipëri. Emra, të cilët në planin personal s'ka mësi problem, por që faktet treguan që ka pasur një si thua bashkëndim të gjithë aktorëve politik të administratës, atyre aktorëve që janë jashtë administratës, të grupeve të ndryshme të cilët kanë ndikuar edhe në rezultat. Në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të 11 majit, Partia Socialiste në Durrës fitoi 8 mandate, ndërsa Partia Demokratike 6 mandate, nga 14 në total. Demokratët kanë depozituar një seri kallëzimesh në prokurorinë e posaçme, duke kërkuar hetim për parregullësitë në zgjedhje. Në fokus janë veprimet që lidhen me blerjen e votës, presionin ndaj administratës, shfrytëzimin e burimeve shtetërore dhe keqpërdorimin e listave të votuesve. Ndërkohë, brenda forcës politike ende nuk ka një qëndrim për pjesëmarrje në legjislaturën e re parlamentare. Partia Demokratike është në proces diskutimesh dhe nuk ka ende një vendim për pjesëmarrjen ose bojkotin në kuvendin e ri.